Kryeministri Edi Rama prezantoi mënyrën si inteligjenca artificiale po përfshihet në sistemin e administratës shtetërore, konkretisht në Ministrinë e Drejtësisë, në aktivitetin Fuqëzimi i inteligjencës artificiale në shërbimet publike digjitale në Shqipëri, ku ai mori pjesë. Rama tha se inteligjenca artificiale në Ministrinë e Drejtësisë është si një detektor që shohë nën tokën për të hyrë në shtresat e legjislacionit dhe për të pastruar mbi vendosjet ligjore. Ka ligje që japin të drejta që një ligj tjetër i mohon, u shpreh ai. Ai theksoi se modeli i inteligjencës artificiale është aktualisht në fazë trajnimi dhe synimi, është që brenda 2 viteve të realizohet një pastrim rrënjësor i legjislacionit shqiptar, duke theksuar se ky do të jetë një proces që nuk është ndërmarrë më parë as nga vendet e tjera të rajonit apo të mesdheut. Fal inteligjencës artificiale, transferimi i gjithë trupit ligjor të Bashkimit Evropian, aki komunitar, që është mbi 3 milion faqe, kryhet me një shpejtësi maramundse. Vetëm për të bërë këtë proces, Kroacisë, që ka shkëlqyer me integrimin evropian, janë dashur 7 vjet. Ne do ta mbyllim të gjithë procesin brenda afatit që kemi dakordsuar me Komisionin Evropian 2027. Dhe po të shikoni fluksin e informacionit që vjen në kohë reale, nga modeli inteligjencë artificiale i cili bëhet gjithmonë më i mençur dhe sot kemi faktikisht nëse e nisëm me një përpikmëri 90%, sot e kemi përpikmëri 99% në transferimin e bazës ligjore të BE-s në gjuhën shqipe, po jo vetëm kaq, por edhe në disa procese tjera që bën modeli, siç është komplementariteti me legjislacionin ekzistues, mbi vendosjet e tjera, është vërtet spektakolare. Është vërtet spektakolare. Dhe përtej kësaj ne kemi futur tani inteligjencën artificiale në Ministrinë e Drejtësisë si një nga ata detektorët që shikojnë nën tokën për të futur në të gjitha shtresat e nën tokës së legjislacionit shqiptar dhe për të identifikuar të gjitha mbivendosjet që në vite janë bërë duke bërë ligje të reja që nuk kanë marrë në konsiderat ligjet e vjetra dhe për të pastruar të gjithë legjislacionin ton nga pengesat që krijohen pasi çat jep një ligj nuk ta jep një ligj tjetër. Sipas një ligji ty të takon kjo, të del një tjetër që thotë jo prit se ligji jon, pra ligji i një ministrie tjetër, nuk të lejon. Të gjitha këto ne po i shohim edhe modeli është duke u trajnuar dhe besojmë që në 2 vitet e ardhshme do kemi një pastrim që nuk ja bërë asnjë vend nga këta mesdhetarët.